shtane sa më tepër shoqërinë me besimtarët, nga se çdo besimtar ka shefat ditën e gjykimit atë. Andaj dobia me këta njerëz Ibn Xhauzi rahimullah nuk ka vetëm në dunja. Nuk ka vetëm në dunja që ti mëson për tyne, ti përfiton për tyne atë. Nuk ka vetëm në dunja atë. Po dobia shtihet pastaj edhe në ahiret, në qiyamah. Ndodh që s'kon me vepra që duhet. Ndodh që s'ke mujt marrë që duhet. Sa i në aspektin e jashtëm ke ikoni mirë, po mbrana ndoshta s'ka pas sinqeritet të duhet, s'ka pas frikë sa duhet, s'ka pas ashtu. Këto sana që llogarit kanë bëu që me kon atje ku nuk duhet me kon atë. Atëherë dhe këto intervenon miku i mirë atë. Wallahi gjinin momentet ma të nevojshme, ma kritike për ty njëtën tona, për gjinet miku dhe vllai i mirë atë. Dhe gjene këtë hadith, dhe edhe që wallahi kush e nin këtë hadith, që e të smetani Ibn Majah në sunenin e tij, nërsa Shekh Albani dhe hadithi është sahih atë. Ky hadith, wallahi, mos me kon hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk është pas guxim kur me menu se çfarë ka menduar në qiyamah. Jo më e thon, po s'kishte pas guxim ti me besu ose me menu se diçka e tillë do të ndodhë në qiyamah. Po është hadith, dhe e besoj se ka thënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtë hadith për ta kuptuar rëndësinë e mikut dhe shokut të mirë, e shoqënisë së mirë, e vllaznive të mirë, e motrave të mira, me zveti që shoqërohen dhe i plotësojnë këto 5 kushte që ka pranë Ibn Xhauzi rahimahullah. Dhe që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Idha khallasa Allahu al-mu'minina min an-nari wa aminu." Kur ti shpëton Allahu besimtarët nga zjarri dhe bëhen të sigurt. فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e polemizon ndokush për juve shokun e tij në dunja për hakun që e ka ma rapt dhe ma këmbgulës se që polemizon besimtari Allahun yaumul qiyamah për vëllazët e tij që kanë në xhenem atë. Kjo është e pabesueshme kjo. Allah s'e beson me hadith me kon. Ti thuaj dikut, atë kujtohet ti këmë dhënë, që ti na kon, ai që më dikon që shtet ti atë. Se ki hakosh me ty. Çuçi e polemizon ti një njeri që apo ta ka mohon një hak e tjetrin që ki hak apo. Çuçi polemizon ti atë njeri. Nuk ka argument pa shpalos. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ma këmbgulës e polemizojnë Allahun azza wa jall, subhanallah. Besimtarët për vëllezërit, për miqtë e tyre që kanë shkuar në xhenem. Çka i thon Allahu azza wa jall? Yaquluna, i thon o Zoti jon, Rabbana, ikhwanuna, vëllezërit tonë këta. Kanë yusalluna ma'ana, me ne mu falsin, çysh xhenem? Në saf me ne vjen kon ata. A nuk këtë polemik me thon Allahu xhalla wa ala. Mi kush e thot atë? Çaj që në saf me ty, ai që s'vjen saf me ty, çfarë thot ai? Ai s'ka pa në saf kur, çysh është e harë ti në qiyamah. S'bën me kon miqtë tu ata që s'vin saf me ty apo. Sen ka miqtë tu. Ata që nuk vin saf me ty, nuk janë miqtë tu apo. Nga sa as nuk mos me mbrojtje në qiyamah, me thon u falshin me neve se shumë fal me ty në saf. Pa as ata nuk mund me të mbrojti me thon që u fal ke me neve se s'kan pa kurrë ato. Ali thon Rabbana, thon Zoti jon, o Zoti jon, kanë yusalluna ma'ana. O yasumuna ma'ana. Ngjileshim bashkë iftar shkëshim, bashkë bëshim ibadet në Ramazan. Bashkë na kon itikaf, bashkë na kon. Wa kanu yahujjuna ma'ana. Me ne bëshin hax, e mojnë men ja Rabb në Arafat, bashkë bësh dua me ta. Bashkë na kon Muzdalifa ato. Allah subhanallah. Njëri sajnë me një të mirë, njëherë bëne me bo haqë atë. Ose njëherë me konë me njëri të mirë dikun atë, njëherë atë. Që s'paku me ju kujtu ati që kënjëherë dhe unë në kjame me bo shefat për ty të Allahu Gjelle Gjelalu atë. Që kërë këtë polemik, këtë këmgullet të njëzën për Allahu Gjelle Ala, atërë, thënë, fetë khelë të humunnar, o zot me neve u falshëm, me neve agjerajshëm, me neve bëshin haqë, e kishtin gjehnem. Atër Allahu Gjelle Ala, qëka i thëtë alë? Thëtë, idhëbu, shka një gjehnem. Fa akhriju men araftum minhum. Nëzirë një krejt ata që i keni shoka. Wallahi, kjo është e madha.
Para me thënë Allah Gjallahu Ala, apo thush që e ki shakti. Kjo nuk është që Allah Gjallahu Ala e në gjykim ti thët mos këm gabu, leka saj. Allah Gjallahu Ala do të thët e toleran që të anullohet vendimi i ti, i sakt dhe i drejt, për hatët një besimtari që ka pas një shak për hitë Allah të Azogjel. Që ka pas një motër muslimane ka dosh për Allah Azogjel. Atë një vla musliman që ndosh për Allah Azogjel. Mirë, unë e di që si mbazvikimi tem që njëri në gjëhem dhe të me shkua për. Se ka meritu, s'ka vepra. Ti po thush zban me konë që atje. Shko në zire pra. Allah ka. Që këtë polemik, po kush gudzon me i folë Allah të kështapta? Kush gudzon me i folë kështapta? Që jo më l'kijame pejgamber kanë me hezitua për. A kanë me shku të akademi me i thonë, shka fali Allah të vjen e gjikon, sa të zguzaj me i folë, se është hidhnu, sa të hidhnim, kur së është hidhnu kështë Allah u Gjallahu Ala. Zguzaj me i folë për kush? Shkojnë të kënuhje, të këmusa, kush i guzon me i folë apëta? Si kush e thëtë Allah në surën Taha, wa khasha atil aswatu lirrahman, fala tasma'u illa hamsa. Janë për ullu të gjitha zërat për Allahot, dhe nuk në dëgjën të përveç se shushurimin e këmbëve të tyre. Kush guzon me i folë ati jomul qiyama? Ty të apat guzon. Ose ati shoku tënë. Për çfarë arsye e këtë? Për shkak të miqësisë që kena pas në emër të tij ato. Veç për citat. Atëherë thot, idhhabu. Shkoni. Akhriju man araftum. Nxjerrni krejt ata që i njehni ato. Krejt ata që i njehni ato. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, feyatunahum feyarifunhum bisuwarihim. Vin xhenem edhe i njohin në bazë të ftyrave të tyre. Wallahi shan xhenem ka djegët. Para në subhanallah, me pati dikush për djenë, apo, ti në gazet, edhe për djenë, zgatë e dora, hetë s'ka. Sot, qka jep ti për një sinik në dynja, apo? Krejti jep, apo? Në dynja se kupton të vlerën e ti, apo? Wallahi, jo më në qiyame e kupton, kur të qenë Allahu Gjellahu të zgatë dorën, dirë për këtujtë. Allahu në bëhë që na me nëzirë tjertë, apo? Ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la të akulun naru suarahum, nga se zjari nuk u aprish ftyrat e ty në apëtën. Feminhum në akhadet hun naru ila ensafi saqajhi. Ka për tyne që ka arrit zjari i gjehnemit deri të guni i tyna. E shetik në gjehnem, Allah ka djegat apëtën. Para mëna. Wa minhum men akhadetu ila ka'bejhi, e për tyne ka që deri të zogu i kamës, fe yukhrijunahum, edhe i nëzirin kejt me gjenimit. Pasaj thëjmë të besimta, Rabbena, o Zotë jonë ato. Akhrajna men kad umirna. I kemi nëzirë të gjithë ata që jemi udhruar me nëzirë. La i kemi nëzirë kejta. Pasaj thëtë Allahu Gjallahu Ala. Mirë, a i nëzirët ata që në gjëftët po. Mirë, tash që në do tjera të në gjëhnem, që se u kanë ditë ju e vlerë. Akhriju. Men kane fi qalbihi waznu dinari min al-iman. Nxjerrnë çdo njeri që sa një dinar, pare, e atësit, që euro, 2 euro, që është të madhe. Qashtë në që se ka iman zemrën e ti, nxjerrnë atë. Pa në kush ka ishte ajë që të ka shajtë, e të ka ofendu, e të ka akuzua, të ka thonë, po paguësh për shamije, po paguësh për të, po ka pas iman e se ka më hu. Po për jepë që ti ka thonë këtë punë, se ka më hu del për i feje, po ka pas iman. Ose të ka shajt, pëse po falin shkuza, pëse po bënë kështu të apëtonëse. Ha? E shkoni thushi, zgata atë. Dilet i piktu të. Nderimet e Allahut për ropë të i të vëtë shumë. Pasaj thët, pejgamberësëm, thumë men kane fi kalbi waznu nisfu dinar. A i nëzjet ata që i kam pas ka një dinar. Dinar është pare arit, që kam pas arat në atë kuapë. A i nëzjet po, e të shkën zirën ata që ka gjys dinare e kanë veqet. Pastaj, kur t'i nxjerrin, thot, ta shkoni nxjerrni, edhe ata që kanë sa një copë gruni, iman zemrën nxjerrni për aty. Kush e bën këtë nxjerrje vëllai? Kush? Që ta që kanë çdo 5 kushte. Që ta i ndërën Allahu Xhallahu Ala me shku në krizën më të madhe jetësore. Vallahi kur njeri s'ka mundësi me kon krizë. Çfarë do kuptoj kësaj bote apo? Qoftë permanent çfarë do të krize, me kon flak në shtëpi ka djegët, me kon termet, me kon vulkan, çka do me kon? I janë gjithë dorën e pështu, apëton,
s'ka mundësi me konë këtë dunja njëri kur në krizë më të madhe, se vëllaj ai që ka rënë krizën e dënimin xhenem. Që ta njerëz vinë, me lejen e Allahu xhallahu dhe nxirrin. Prandaj vllaznia, kjo është rëndësia e kësaj, që të insistojmë në shtimin e njerëzve të tilla. Andaj ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, dhe ka thonë Hasan al-Basriu, ka thonë, shtoni numrin e besimtarëve, nga sa ata bëjnë shefat ditë në gjykimit për juve. S'ka çfarë pa shpëtuar dikush. Ja ti ki për të, ja për ty. Nuk del jashtë që aty në aftë.